Përshëndetje, kushtrim, si që thatë edhe jo, ka përfunduar tashmë takimi mes kryetarit të vetëvendosjes dhe njëherësh kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe kreut të LDK-s Lumir Abdexhiku, dhe pas përfundimit të këtij takimit asnjëri nga ata nuk kanë folur për mediat, përveç se Kurti ka thënë shkurt se ishte një takim në frymën e konstruktive dhe se ende nuk ka ndonjë zgjidhje dhe kur të ketë diçka të re do të flasin për mediat. Menjëherë pas përfundimit të takimit, kreu i LDK-s ka mbledhur grupin parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës për të diskutuar pra pikërisht këtë çështjen e presidentit të Kosovës dhe zgjidhjen për këtë çështje. Megjithatë, disa nga deputetët e kuvendit që janë pjesë dhe janë pjesë e Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk janë shprehur shumë të qartë në pyetjet tona se nëse kanë vot për Vjosa Osmani, meqense është emri që është përmendur dhe do të jetë që pritet ndoshta të jetë edhe e propozuar për presidente të Kosovës sërish, nuk kanë shprehur ndonjë qëndrim të qartë, ndonse kreu i LDK-s një ditë më parë pas takimit të dytë me Kurtin tha se nuk kanë qëndrime refuzuese ndaj askujt, e sidomos ndaj Vjosa Osmani që dikur ishin në të njëjtën parti. Do me thënë, ky takim ka zgjatur rreth një orë, e është i treti brenda një jave, meqense për të gjetur një zgjidhje për presidentin, kreu i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti është takuar edhe më herët me kreun e LDK-s, por që nuk ka pasur ndonjë zgjidhje konkrete që do të jepte kahje, themi kështu, zgjidhjes së presidentit të ri, ndërkohë që të shohim se çfarë do të ndodh gjatë këtij takimi që kanë grupi parlamentar i LDK-s, meqense u tha se do të ketë një deklarim pas përfundimit të këtij takimi që ka nisur para disa minutash dhe që janë pjesë të gjithë deputetët e kuvendit që janë nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Kujtojmë që kreu i lëvizjes vetëvendosje ka mbajtur takime edhe me kreun e PDK-s Bedri Hamzën, por që së fundmi është thënë se në takimin e tyre është propozuar që PDK-ja të dalë me një emër nga partia vetë për president, por që nuk është përkrahur kjo iniciativa apo kjo ide nga kreu i lëvizjes vetëvendosje. Gjatë kohës sa ka qenë duke mbajtur takimi mes këtyre dyve, që është zhvilluar në hapësirat e kuvendit të Kosovës, ne kemi arritur të marrim një qëndrim nga Arbrije Nagavsi, e cila është shefe e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, e cila ka thënë se këto takime po bëhen pikërisht për të gjetur një zgjidhje, por që nuk ka pranuar që të flasë konkretisht për Vjosa Osmanin kur është pyetur dhe nëse e njëjta e përkrah dhe nëse mendon se duhet të jetë edhe për një mandat 5 vjeçar presidente e Kosovës, por që tha se lëvizja vetëvendosje mund t'i bëj nënshkrimet për 2 kandidat për president, meqense edhe i kanë, por që tha se ende nuk kanë nisur që të mbledhin zyrtarisht këto nënshkrime që duhet të jenë 30 për të thirrur seancën ku do të vendosë dhe do të votojë presidenti i Kosovës. Kaq kemi nga këtu, nëse do kemi ndonjë deklarim tjetër apo diçka, besoj që do ju lajmërojmë. Po, Dore, faleminderit shumë për këtë lidhje të drejt për drejt në lidhje me takimin e kryeministrit Albin Kurti me